Një ditë pas ngjarjes së rëndë ku mbeti i plagosur Zekiria Shaini, kandidati i BDI-s për komunën e Likovës në Maqedoninë e Veriut, policia e shtetit fqinj ka vënë pranga bashkëshorten e tij. Gjithashtu në lidhje me ngjarjen, janë thirrur 6 persona në stacionin policor të Kumanovës. Më 7/10/2025, punonjës policie nga stacioni policor i Kumanovës arrestuan 43 vjeçaren me iniciale AA nga Tetova për arsye të bazuara në dyshimin se ajo është e përfshirë në tentativën për vrasje të bashkëshortit të saj, ZŠ, 43 vjeç, nga fshati Slupçani i Likovës. Gjithashtu në lidhje me ngjarjen, 6 persona janë thirrur për intervistim në stacionin policor të Kumanovës, ndërsa në shtëpinë e shtetasit BS, 50 vjeç nga Kumanova, është kryer bastisje me urdhër gjyqësor, raporton policia. Pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër bashkëshortes, policia do të parashtrojë kallëzim adekuat penal, ndërsa kundër shtetasit LF, 36 vjeç nga Gostivari, i cili dyshohet për tentativë vrasje dhe gjendet ende në arrati, gjithashtu do të paraqitet kallëzim penal pas konsultimit me prokurorinë themelore, thon nga Ministria e Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut. Sa kaq, pas sulmit të dieshëm, ka reaguar edhe vetë doktor Zekiria Shaini përmes një postimi në rrjetet sociale ku shprehet se nuk kam hak ndaj askujt dhe se Zoti është dëshmitar. Falenderimet i takojnë vetëm Allahut, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij kërkojmë ndihmë. Të nderuar familjar, miq e shok, dje u godita në pabesi nga persona të maskuar. Dua t'ju siguroj se unë nuk kam hak ndaj askujt e as nuk i kam prekur kujt familjen apo nderin, për këtë e kam dëshmitar vetëm Zotin. Jemi në periudhë fushate zgjedhore, por nuk dua që kjo ngjarje të marrë ngjyrime politike. Nuk kam armiqësi politike me askënd. I lus organet e rendit që ta zbardhin këtë rast sa më shpejt që të jetë mundur. Aktualisht për shkak të gjendjes sime psikofizike nuk mund të pranoj vizita. Edhe një herë ju falenderoj nga zemra secilin veç e veç për kujdesin, respektin dhe për krajen që më keni treguar. Inshallah shihemi së shpejti më të fortë se kurrë. Me respekt, shkruan doktori. Të shtëna me armëzjarje janë regjistruar ditën e sotme në Kumanov, ku i plagosur ka mbetur doktor Zekiria Shaini, zyrtari i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe bartësi i listës së këshilltarëve të koalicionit të aleancës në komunën e Likovës. Sipas njoftimit zyrtar të Ministrisë së Brendshme, ngjarja ka ndodhur para ndërtesës së komunës së Kumanovës, ku sipas informacioneve fillestare, persona të panjohur kanë shtënë me Kalashnikov në drejtim të makinës së Shainit. Si pasojë, ai ka pësuar plag në këmbë, ndërsa ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Rreth orës 13:54 minuta në Kumanov, 2 persona të panjohur kanë shtënë me armë zjarri në veturën e personit ZŠ nga fshati Slupçan, i punësuar në klinikën e pulmologjisë. Mendimin e parë është dërguar në spitalin e qytetit, njoftuan nga sektori për punë të brendshme në Kumanov. Policia sa kaq ka nisur hetimet dhe po punon për zbardhjen e plotë të rastit, ndërkohë Prokuroria Publike e Kumanovës ka konfirmuar se 2 prokuror publik ndodhen në vendngjarje për të mbledhur gjurmë dhe prova materiale. Lidhur me incidentin në Kumanov, 2 prokuror publik nga Prokuroria Themelore Publike e Kumanovës kanë shkuar në vendngjarje dhe po ndërmarrin veprime hetimore. Indikacionet fillestare nuk tregojnë motive politike pas incidentit të armatosur, por po verifikohen të gjitha rrethanat, thuhet në reagimin e prokurorisë. Hetimet sa kaq vazhdojnë, ndërsa autorët e sulmit janë ende në arrati. Sa kaq nga selia e Bashkimit Demokratik për Integrim kanë reaguar pas sulmit armatosur ndaj kandidatit të tyre dhe bartësit të listës në komunën e Likovës, i cili u qellua nga persona të maskuar para ndërtesës së komunës dhe mbeti i plagosur. Sipas njoftimit të BDI-s, fatmirësisht jeta e doktor Zekiriat është jashtë rrezikut dhe ai po merr kujdesin e nevojshëm mjekësor. Ne dënojmë ashpër për këtë akt barbardhune dhe kërkojmë nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Prokuroria Publike të reagojnë menjëherë me transparencë të plotë dhe me vendosmëri për të identifikuar, arrestuar dhe sjell para drejtësisë autorët e këtij atentati, thuhet në reagimin e BDI-s. Partia e drejtuar nga Ali Ahmeti u ka bërë thirrje mbështetësve dhe qytetarëve që të ruajnë qetësinë dhe të mos bien pre e provokimeve. Në shenjë solidariteti me të plagosurin dhe për të theksuar seriozitetin e ngjarjes, BDI-a ka vendosur të pezullojë aktivitetet e ditës së sotme, derisa institucionet të ndërmarrin hapa konkret për garantimin e sigurisë publike dhe të rendit